Infermierët dhe personeli tjetër mjekësor që punojnë me kontratë në vepër në Spitalin Klinik të Tetovës kanë bërë të ditur se përkohësisht do të ndërpresin protestat duke u lënë hapësirë institucioneve që të zgjidhet problemi i tyre. Protesta jonë me vite ka qenë e heshtur dhe plot sakrifica. Revolta jonë prej fillimi nuk ka qenë drejtorit dhe udhëheqësisë të tij. Ne me vite ballafaqohemi me ndryshimet në stafin drejtues të këtij institucioni. Çdo herë jemi bind urdhrave të tyre, kemi mbuluar çdo kolaps në çdo repart, bile edhe në krizën e pandemisë COVID-19. Por kur s'kemi marrë atë që meritojmë, sepse derisa kolegët tanë ankohen për një orë pune të tepërt në këtë spital, ne kemi mbuluar për të ruajtur vendin e punës. Për herë të parë, morëm guxim dhe iniciativë që zëri ynë të ndëgjohet përmes jush, mediave. Shkaku i mospërkrahjes nga vetë organet kompetente të Spitalit Klinik Tetov, kolegëve, sindikatave dhe nga mobbingu i bërë nga komentet live dhe në përmjete sociale nga vetë populli që ne e shërbejmë, vendosëm që ta ndërpresim dhe të tërhiqemi në heshtje nga kro protest. Mirë po, kjo heshtje nuk do të thotë që ne dorëzohemi dhe nuk vazhdojmë të kërkojmë të drejtën tonë për punësim. Ashtu edhe siç u kishin rekomanduar, infermierët dorëzuan kërkesat me shkrim në arkivin e spitalit, ndërsa më pas nuk arritën që të takohen me drejtorin e Spitalit Klinik të Tetovës, Agim Berisha. Kërkesat e tyre janë sistematizimi i punëtorëve me kontratë në vepër në vendime të përhershme pune dhe të kryet pagesa e muajve të papaguara. Infermierët njoftuan se fillimisht do të presin përgjigje nga spitali dhe institucionet e tjera si Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave. Deri kur të arrim në përgjigjet sakt nga ana e drejtorit, atë mendoj. Edhe kisha një apel për gjithë kolegët tonë me vendime të na përkrahin në qoftë se mendojnë se ne kemi të drejtë. Në qoftë se mendojnë se s'kemi të drejtë, le mos na përkrahin. Infermierët dhe personeli tjetër mjekësor që nuk e kanë të zgjidhur statusin e tyre, thonë se ata kanë shërbyer edhe në kohra më të vështira, sidomos gjatë pandemisë, por asnjëherë ky mund nuk është shpërblyer. Madje thonë se rrogat që i kanë marrë kanë qenë më të ulta se sa kolegët e tyre.